Një produkt ushqimor i importuar në Shqipëri rezultoni kontaminuar me baktere të rrezikshme, duke ngritur një tjetër problem konkret për sigurinë ushqimore në treg. Sinjalizimi ka ardhur përmes sistemit evropian RASFF, i cili ka identifikuar praninë e salmonelës SPP në një krem lajthie me kakao me origjinë nga Gjermania. Produkti në fjalë shpërndar në tregun shqiptar nga kompania Lengo Group ka hyrë në vend në 2 lote të ndryshme, me data skadence në gusht dhe shtator 2026. Sipas të dhënave të administruara nga AKU, një pjesë e konsiderueshme e sasisë së importuar është bllokuar dhe është vendosur për asgjësim, ndërsa një pjesë tjetër ka dalë në treg dhe është bler nga konsumatorët. Subjekti importues ka kryer njoftimin përkatës në ambientet e shitjes për produktin e shpërndar. Sipas alarmit të lëshuar nga sistemi RASFF, ky produkt përbën rrezik serioz për shëndetin e njeriut. Konkretisht bëhet fjalë për produktin Nudosi Haselnuss Nougat Cream. Nga verifikimet e kryera, rezulton se sasia e shitur te konsumatori fundor është 8.7 kg, për të cilën subjekti ka kryer njoftim në ambientin tregtues. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i bën thirrje konsumatorëve që nëse e kanë në gjendje këtë produkt, ta kthejnë në pikat e tregtimit ku e kanë bler.